edhe prokuria në këtë rast nuk është edhe aq, po them, fair, sepse janë të dy çështje të cilat në projekte të cilat të dy kanë përfunduar. Kanë përfunduar. Projekti i Llogaras ka përfunduar. Loti 4 kanë përfunduar. Edhe loti 4 ka përfunduar. Unë nuk e di çfarë provash mund të prishi Belinda Balluku. Nga kemi në garanci që për të që janë sekuestruar. Ta mbaroj logjikën edhe domethënë çfarë provash mund të prishin në dy rastet konkrete. Nëse Spaku pastaj ka çështje hetimore të tjera për zonën Balluku, kjo është tjetër diskutim, nga që ajo mund të prish provat për çështje të tjera të cilat është në hetim. Po për këto dy nuk i dim. Po Spaku në këtë rast duhet na e thotë që ka në hetim zonën Balluku për çështje të tjera. Po, fakta është qartë në njoftimin e sotëm, që ne kemi persona të tjerë në hetim, dhe po ashtu kemi kryer gjatë kësaj periudhe hetime proaktive, po e ke në fund të njoftimit po ta lexosh në njërin episod e ke përfunduar hetimin, e ke çuar dosjen në gjykat. Pret që çojë dosjen në gjykat, sa në rast në pozicion para 10 vjetësh, 12 vjetësh, 13 vjetësh. Do të jemi me këtë problematika edhe kur kemi më shumë. Edhe sigurisht që zonja Balluku, po them, është e treta numri 2 i mazhorancës që goditet nga prokuria e posaçme. Po them, Arben Ametaj ishte vendosur kryeministri është goditur, Erion Velia, i cili ishte numri 2 i Partisë Socialiste u goditet, dhe Belinda Balluku që konsiderohet numri 2. Dhe të tjerë që po vojnë dënimin edhe janë edhe sigurisht që kam përshtypjen që në një farë mënyrë Spaku po duam ne po bën politik me hetimet e tij ose po jep efekt politik në hetimet që ndjek. Shiko, unë kam në gjë Klodja sqaroi shumë mirë, vetëm një detaj, pasi do thënë, që për të parën është akuzuar për Llogaran, e akuzuar për kryerjen e veprës penale sipas njoftimit të Spakut, për të dytën është dyshuar. Pra, kemi një akuzë dhe një dyshim. Një akuzë dhe një dyshim, dy dosje, në dy, në të nënë, për Llogaran është e akuzuar për dyshimet pezullohen nga puna. Sipas Nisi do të them pjesën e dytë, më dyshuar interesante. Nëse. Kjo është një detaj që duhet marrë parasysh. Tani, nëse do më merr një mendim, se tani unë nuk kam çfarë them më, se i tha detajet i thanë. Ajo që bëjmë analizë. Mendimi është që unë nuk besoj se e gjithë kjo gjë nuk ndalohet. Nuk besoj se e gjithë kjo gjë që po ndodh ka target Belindën. Unë besoj se e gjithë kjo gjë që po ndodh ka target Edi Ramën. Edi Ramën. Po. Pse? Nuk ka marrë asnjë urime Shtetet e Bashkuara. Ka që fuqi që Spaku ka ndaluar. Spaku ka FBI brenda. Spaku ka FBI brenda. Nëse vret një njeri. Mirë, nëse vret një njeri në këto çështje ka të ndaluar. Ta konkludoj. Pra, unë besoj që e kanë me Edi Ramën. Nuk ka marrë asnjë urim për fitore në zgjedhje. Ka dërguar presidentit në OKB. Nuk shkoj vetë. Vjen ai që e quajtëm ne Escobari i Trump dhe nuk e takon. Vjen ministri i jashtëm gjerman, nuk e takon. Po, tani shikojmë një çik çfarë ndodh me Belinda Balluku. S'është çudi që Belinda Balluku t'i thënë Ramës që nuk do, pra, nga amerikanët ndërhyjnë. Zakonisht kur bëhen kabinetet qeveritare, ata janë shumë të fortë për të ndërhyrë te ministri i jashtëm, te ministri i mbrojtjes, po unë besoj se kanë ndërhyrë dhe për Ballukun përmbase për ngarkesat apo çfarë mund të ketë pas ajo. Dhe ai e bëri, pra, është përfolur që është ndërhyrë që ajo të mos ishte në ato poste, po aq fuqishme. Dhe ai e bëri. Pas kësaj merret e pandehur, pra vjen një goditje shumë e fortë për Llogaran. Ajo nuk jep dorëheqjen, pra unë lexoj e curinë e gjërave. Nuk jep dorëheqjen, nuk lëviz, nuk reagon, vazhdon të dalë në publik sikur s'ka ndodhur gjë të tjera. Dhe vjen pastaj publikimi i dosjes, që s'ishte asesaja, ishte e një personazhi tjetër. Filloi pra media, mori ushqim, filloi të kapte ato detajet që e godisnin e tjera. Sërish nuk ndodhi asgjë. Pra po vazhdoi logjikën e gjës. Nuk ndodhi asgjë. Sërish. Dhe nuk jep dorëheqjen, nuk e di ai kërkohet apo si kërkohet e tjera, dhe pastaj vjen goditja numër 3, që është gjykata e largon, e shkarkon. Dhe në të njëjtin moment që vjen kjo goditja e drejtë, vjen dhe një dosje e dytë, në të cilën akuza është e dyshuar. Pra unë këtë logjik po ndjek. Unë nuk besoj se e kanë
me Belindën më shumë se sa me Edi Ramën. Por Belinda mund të jetë ai vendi ku ata mund të godasin më lehtë dhe mund të rrëzojnë Edi Ramën më lehtë. Ky është logjika ime. Doja të shtoja, domethënë, ajo që kemi ne, ajo që është një shqetësim është apo ndiqet i njëjti standard me të gjithë, sepse kjo ndodh për herë të parë në Shqipëri. Jo vetëm kaq, po. Kjo është. A është i njëjti standard nuk është, por ndodh për herë të parë. Sipas gjithë gjasat thonë që kjo do të shkojnë në gjykatën, kjo problem do të shkojnë në gjykatën. Po absolutisht do shkojnë kushtetuese. Që më shkruan avokat Kujtim Sakra, për shembull, dhe thotë që kjo është si e shikojnë. Unë ju thash për shembull si e sheh këtë, që është një avokat i njohur, Manjani, që thoshte do i shkon politikisht pse të shkon quhet sigurisht shteti. Ndryshe mendon për shembull ky Çakrani, thotë emërimi dhe shkarkimi i ministrit është akt politik administrativ i kryeministit dhe i kuvendit. Masa e sigurimit është mjet penal i përkohshëm dhe synon vetëm interesin procedural të hetimeve. Po të jetë kështu, avokatët ne folëm që në 2 rastet kanë mbaruar edhe loti 4, edhe tuneli ka mbaruar. Dhe kjo tani ndryrja e gjykatës është pak e dyshim, një sekond. Jo, nuk ka mbaruar, sepse prova në kuptim të ligjit merret në gjykatë, zoti Rakipi. Po ashtu i bie që prova në kuptim të ligjit. Ilir Metën që mbron Çakrani. Për shembull po e mbajnë në burg, ç'prova prish ai e gjitha, dhe se ka mbaruar. Diçka jo ka mbaruar, kjo ka mbaruar. Zoti Çakrani po na ndjek, arsyetimi i gjykatës në rastin e zotit Meta është që ekziston rreziku një nga argumentet të intimidohen dëshmitarët, sepse që të marrin provë ose provueshmëri rrëfimet e tyre, duhet të jepen përpara gjykatës. Rreziku për Veliajn, rreziku për këtë, rreziku për Sali Berishin, rreziku për Sali Berishin, rreziku për Ilir Metën. Nuk thot njeri i liroj nga akuzat, në mënyrën e standardeve. Donald Trumpi për shembull do ishte kalbur në burg. Deri tani çdo ministër i akuzuar ka dhënë vetë dorëheqjen për të, në këtë rast, zonja Balluku do të luftojë dhe pretendon që është e pafajshme. Ti e largon nga detyra, domethënë, nuk e largon ekzekutivi që i takon, e largon gjyqësori në këtë lloj forme. Pra parë ftohtë, si e shikoj unë, sepse ne kemi qëndrime të ndryshme edhe për shkak të formimit, sepse unë kam bërë formim juridik. Në njërin nga rastet që ne do të shkojmë në këtë pjesë, kjo do në njërin nga rastet, formimi ligji dhe drejtimi para burgimi në këtë rast, në njërin nga rastet që më do të shell, nga 3 gjërat që ne do të diskutojmë, 4 gjërat që ne do të diskutojmë sot, kalojmë, ikim nga ky moment dhe vim te 21 janari s'pak thellon e time, se do rikthehemi, pasi të mbarojmë këto 3 pika tjera, në pjesën e dytë ne do rikthehemi për ta parë dhe politikisht si problem, po dhe juridikisht nëpërmjet ndihmës së një avokati që unë kam thirrur. Por ndërkohë, për shembull të marrësh vetëm rastin Bistri që ne do zbresim, ai tani ka bërë e mbaroi dënimin dhe ka bërë 1.2 vjet më i ra akuza, një akuzë, dhe ka bërë 1.2 vjet më shumë. Dhe ky është një rast që demonstron nevojën për të rishikuar ligjin për paraburgimin.